ndodhi me 11 janar. Kjo mosthirrje flet më shumë se çdo gjë tjetër, sepse kjo mosthirrje kishte bante vetëm me faktin se Edi Rama organizoi për epshet e pushtetit të tij protestën më të dhunshme në historinë e vendit. Kjo ishte shkaku i mosthirrjes. Autoritetet ndërkombëtare, Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka deklaruar dhe rideklaruar se në 21 janar Partia Socialiste kishte agjendë dhune. Kishte agjendë dhune. Ku janë ata mbështetësit e saj? Nuk janë këtu. Ta marrin vesh atë. Pra kishte agjendë dhune. Kjo është e vërteta. Dhe pikërisht kjo deklarat është bërë shkak që të mos thirrem unë për të pyetur në një proces për një ngjarje dramatike që u kushtoi jetën 4 demonstruesve, plagosjen mbi 120 policëve e të tjerë.